Gjatë seancave të fundit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësuesit palestinez akuzuan Izraelin për shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe për pengimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gaza. Seanca u zhvillua për të shqyrtuar pretendimet e ndalimit të furnizimeve në një territor të pushtuar, ku më shumë se 2.3 milion njerëz po përballen me krizë humanitare të thellë. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe palestinezët theksuan se Izraeli ka detyrime ligjore për të siguruar furnizimet humanitare për popullatën vendase. Ndërkohë që përfaqësuesi palestinez e akuzoi shtetin hebre për përdorimin e ndihmave si armë lufte në konfliktin e vazhdueshëm. Në këtë kontekst, këshilltari ligjor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se Izraeli ka një detyrim të qartë për të mundësuar mbështetje për fëmijët dhe shërbimet shëndetësore në Gaza, duke kujtuar statusin e tij si fuqi pushtuese. Përfaqësuesit izraelit reaguan duke kritikuar gjykatën, duke thënë se seancat po politizohen dhe përdoren për të detyruar Izraelin të bashkëpunojë me një organizatë që ata akuzojnë për lidhje me terrorizmin. Izraeli ka deklaruar vazhdimisht se nuk do të lejojë hyrjen e mallrave dhe furnizimeve në Gaza derisa grupi militant Hamasi të lirojë të gjithë pengjet, një akuzë që Hamasi e ka mohuar. Seancat dëgjimore do të vazhdojnë për 5 ditë në Hagë, duke pritur një vendim të mundshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me këtë çështje të ndjeshme.